mas të marroj ky play-off, menon që do të jetë vazhdimsi ky ekip apo do të ketë? Po, patjetër se pjesa më e madhe është e re. Ja re, ha? Po sigurisht që jemi në pritje se ka disa detaj, keni gjutit sa jo me Meti, jo Muçi, jo këto. Ka konkurenca vazhdon, kupton? Ka prurje. Ka prurje. Ka prurje. Ne për shembull Lunji, Ajali është kampionat shqiptar Ajali që luajt aty me Angles. Po? Po me lu me Dinamon. Po, ky Dinamos, po. Po sa ikën jashtë ky i thoni jashtëm, nuk i thon më i mbrëmshëm. Sa ikën jashtë? Se po i normal. Se do ta morrin. Po, Muçi quhet jashtëm, nuk është i Tiranës më. Apo këto të tjerët. Kështu që ne se përballojmë to dhe ndërkohë ato shkojnë edhe në kushte edhe më të mira. Edhe prit kush shpërthan. Kemi edhe këtë që jemi edhe në pritje për të pritur lojtarë të mirë. Dhe sa dalin këto lojtarë të mirë, hop ikën jashtë. Patjetër. Sulejman, ke qenë, je morë ke një jetë që merresh me futbollin. Ke menu t'i kthesh prap trajnerit? Ja, s'ka më mosh që për trajnerit. Pse më mosh? Jam mrena zanatit që kam pasionin tim që edukoj trajnerat e ri. Jam edhe me komision UEFA që merrem po me këtë punë, kështu që nuk kenë men motivisht trajneri. Kanë qenë vite sakrifice që. Është sakrificë që merresh me. Them sakrifice që një orë kemë fitoj neshë derbi për shembull, dhe një orë kemë o gëzu. Çunat mund të kenë deri në darkët. Po. Se ty mas e orët për jetë do të kujtohet i ka jel atri syqit, pse s'lujti, pse s'boni, jo t'rregulloj harmoninë, jo këtë, atë. Maro kampionati e syq, ke i javë kohë vetëm, fillojnë kupat e Europës, edhe vetëm kur e shef veten ti, në shtator, pa fut komët në det. Pa thonë ma se që e ze koka gjithë shpinë kur s'ke rezultat. Kështu që sakrificë.